duhet të dim njerë se çfarë ndodh, domethënë kush i prish peshqirët, cilat janë ato, domethënë që i prishin peshqirët. Tani, detergjent me shumicë. Këtë e kanë anvisat, domethënë e kanë mani për t'i futur sa më shumë detergjent. Sepse mendojmë se lahen më mirë. Edhe peshqirëve, po edhe rrobave. Kot nuk është masa e dur, domethënë që kanë detergjentët, po ashtu dhe zbutësi. Zbutës nuk duhet... Zbutësi? Po. Sidomos peshqirët i prish, sepse i prish këtë efektin thithës, këto mbaresat e fijeve, bëjnë të ashpra. Tani, këto të 3 peshqirë që kemi këtu janë të 3, tha Eva, shumë të ashpra, se janë përdorur shumë zbutës. Në sasi dhe në shpeshtësi. Tani, gabimi, ose ajo që ne mendojmë është që i hedhim zbutës që të qëndrojnë të jenë të buta, por që kërka e kundërta. Është e kundërta.